miqtë e mi, se cili prej jush, qindra mijëra të tjerë, opozitar, që nuk janë këtu sot, meritojnë një mirënjohje të pakufishme, mbasi ju, me energjitë tuaja, me guximin tuaj, me entuziazmin tuaj, mbollët në një muaj rresht, në të 4 anët e Shqipërisë, filizat e shpresës, dritën e fitores në zemër dhe mendjen e të gjithë shqiptarëve. Ju arritët me përkushtimin tuaj, me fisnikrin tuaj, me përullësin tuaj, të fitoni zemrat dhe mendjen e qindra mijëra shqiptarëve. Ju bët të pabesueshmen, të besueshme, reale, ju mblidhi sot në prag të një fitorie madhështore. Sot, vetëm një ditë në ndan nga 11 maj, dita e vendimit në transishëm, që ne shqiptarët e të gjitha gjeneratave kemi marrë dhe do marrim në jetën tonë, ditën e vendimit me të cilin ne na i për shansi për të shpëtuar Shqipërinë, për të shpëtuar shqiptarët nga kjo diktaturë që e shkëthtoi atë, që e varfroi atë, që e izoloi atë, më shumë se çdo regjim tjetër në kohëra. Ndaj dhe sot, këtu para jush, unë duhet të bëj një thirrje, qindra dhe mijëra, burrave dhe grave, fisnik, flok thinjurve, që shkrin jetën e tyre për Shqipërinë. Bashkoj me datën 11 maj, votoni ndryshimin, se uja sepse vota juaj do t'jetë para zgjithash vot për dignitetin tuaj, sepse vota juaj do t'jetë gjithashtu vot për të ndëshkuar ata të pamëshirë që mënyrën më shkjerëzore ju përçmuan ju poshtruan ju detyruan ju njerëz fisnik të qani dhe me lot të ftohta mjerimi. Jo, 11 maj, ju votoni që brenda 100 ditëve Shqipëria të mos ketë pension ndën 200 euro. Edhe një herë. 560.000 burra dhe gra
që sot ka një pension ndën 172 euro. Brenda 100 ditëve do të kenë pensionin 200 euro. Të gjithë pensionistët e tjerë do rritet pensioni 20%. Po dhe po, dhe u garantoj se ky vrap nuk ndalet, gjersa ju, burra dhe gra fisnik të paguhi më mirë se të gjithë pensionistët e rajonit. Vendi juaj me djersën tuaj është me i pasur në rajon dhe ju e meritoni atë. Të ri dhe të reja, ju që votoni me datën 11 për herë të parë, keni një fat të bardhë, po të gjithë ju tjerë që shkoni me 11 maj, vota juaj ka peshën e jetës tuaj, ka peshën e tartmes tuaj, ka peshën e shpresës tuaj, ka peshën e ëndrës tuaj të bukur. Në 100 ditë, ne hedhim bazat, që çdo i ri dhe e re, të mendoj, të realizoj ëndrën shqiptare në Shqipëri. Zotimi ynë solemnash, se do dyfishohen fondet për arsimin, shkollat tuaja do të modernizohen me teknikat më të avancuara digitale, dhe se ju, dhe se as një fëmi nuk do mbetet analfabet, dhe se as një fëmi nuk do mbetet pa shkollë dhe mesme, as një mesatarës do ketë për ju në universitete. Shkollimi dhe punësimi juaj është zotimi ynë solem. Të dashur të ri dhe të reja, mos harroni kur, se me 11 maj vota është edhe për dignitetin tuaj. Ju jeni të ridinjitos, ju ndigjohet me vesh tuaj, ju ndigjohet me vesh tuaj. Kur një njeri sfazuar, kur një njeri dezekuilibruar, kur një njeri dezekuilibruar, ju tha se për mandatin e 4 do të sigurojmë 2 kile far kungulli. Në një fyrje të madhe për të rinjtë dhe të rejat shqiptare. Qeveria ardhshme do shpall paktin për rinin. Qeveria ardhshme do shpall paktin Startup Albania. Çdo i ri do punësohet brenda vitit pas diplomimit, nëse ndërmarrje private apo publike. Me fondin e Startup Albania çdo i ri do përfitoj 5.000 euro grant për sipërmarrjen e tij. Çdo punëdhënës që do punësoj ju do të ketë zbritje 70% në taksa. Ju një gjë duhet mos e harroni, se betejë jetëson është të sjellim kombin në rinin e tij, të japim kombit rinin e tij. Ndaj dhe për talentet tuaja,
do ketë një fond të veçantë me të cilin do mbështeti për të gjithë krimtarit tuaja në art, në shkencë, në sport, në të gjitha fushat. Sot, njeriu që ju afroj ju 2 kile far kungulli në një mandat, ju ofron ju një apartament për 108 vjet punë. Ju garantojmë se çdo çift i ri do ketë një çati. Do ketë një çati. €30.000 garanti për të paguar interesat e kredis. €70 për bebin e parë, €60 për bebin e dytë. Për të tretin, pagesa e qeverisë nga lindja gjerë 23 vjeç.